A ishin nga qyteti, a ishin krishterë, musliman, a ishin me fillore apo me universitet. Shpresojmë që ne të shohim të njëri tjetër të gjithë dallimet e mundshme dhe jo ato që na bashkon. Ju kam mësuar gjithmonë prindërve dhe siç disa nuk e dinë akoma në këtë vend. Edi Rama, me politikat e tij, me vjedhjet, farsën elektorale, mashtrimin, me krimin dhe ligjin mburoj, po i shtron shqiptar, po i shtron Shqipërinë në dhëun e jo shqiptarëve, po përzën shqiptarët nga Shqipëria, po shkreton kombin në vendin për të ndërtuar parajsën e tij dhe të hajdutëve të tij. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.